Andaj dhe zë të mësojnë nga piksajna se ignorancë është e keqe. Muslimani nuk i përket me qenë ignorant. Muslimani nuk i përket me kanë i padishëm. Muslimani i përket me kanë i dishëm. Na që të ta mundëson Allahu Gjellë Gjellalu, i dishëm dhe në sjellje. A din sa akhlaki o sjellje, o dhe zë. Është ilm. Kur ti di mu sillu, kjo ilm. Kur ti di me nejt, kjo ilm. Kur ti qish ullët me gjlis, kjo ilm. Kur ti e di si folët me matë madhi, kjo ilm. Kur ti e di se si më shirohet ma i vogli, kjo ilm. Apo, dikush di me shprejat ilm. Një njeri cili respekton matë madhin, ajna shta nuk e di që pejgamberi sa ka thënë hadith kështu. Ai cili e respekton matë madhin është pineve, ose ai cili se respekton matë madhin është pineve. Ama me sjelljen e vet ka thonë se që unë bedi. Me sjelljen, apo për këtë arsye o zër, kërkoni mbrojtje prej Allahut për ignorancës. Lut Allah, no Allah, hek ma ignorancën. Largo ma padijen. Krejt sot problemet që ka vinë në umetin e Muhamedit a.s. janë prej padijes, prej ignorancës. Andaj tha Musa a.s. Eudhu billah, Allahu na ruajt, Allahu më ruajt, që mos t'jam asë njëherë prej ignorantëve. Zdu më kam prej ignorantëve. Dhe kër e ka këshilue Allahu Gjellu Ala pejgamberin e vet, Nuhin a.s. Kër ka ardh uji edhe ka rregullu anijen, ka hip në anije. Edhe një djali vet, një djali Nuhit, s'ka hip në anije. Ka thonë nuk hipi. Ka thonë nuk ka me hip në kodër, së mze uji. I ka thonë, ju ka thimë se djale ka pas, mirë po se ka besu, ka kanë qafir. Edhe i ka thonë, ja bu në jërë, kep maana, o djali jam, hez me neve, hip në anije. Hip se keq, ka s'kan me hip në anije, kanë mumit. Ka thonë, jo, unë ka me hip në kodër dhe kodra mrun. Edhe ju ka drejtu Allahu Gjellë Gjellalu. Ka thonë, o zot, djali met. Apo, pre emocioni, pre dashnijes, çka e ka baba për e vladë, me gjithse e ka ditaj, qëfar halli ka. Allahu Gjellë ka thonë, o Nuh, inni a'idhuk, po të këshilloj o Nuh, mos lutë më kësisene, mos lip kësisene mo. Ti e disa aj, nuk ka vi besimtarve. Edhe pse i ki djallë, nuk ka vi besimtarve. Andaj nuk hipa i në nije. Pasa që i ka thonë, po të këshilloj o Nuh, mos u bon për gjahilave. Shiko dhe zë, lafiran mirë pa Allahu gja e këshillon pejgamberëve, po të këshilloj mos u bon ignorantëve. Mos lip atë s'ka përket me lip. Po këtë asyjo dhe zër, këtë mësim e marrë nga kjo ngjarje, se ignoranca shumë e keqe. Sa keq duket te i dishme ai që s'di. Çko s'di. Apo para më nëzë të Allahu qysh na shikon. Qysh na shikon Allahu gja kur s'dina. Ata ka që Kur'anin, ta ka që pejgamberin. Prap s'ki mësue. Ka që djetar, ka që xhallar, ti prap s'ki mësue. A disa e ligë me qenë ignorant te Zoti i Madh te bareke.